Në anën tjetër, diskutojmë pak për gjërat të tjera, Fjolla. Rikthimi i Gjestit, një kohë gjatë në pauzë, por pati një projekt dedikim kryesisht për vëllain e tij të ndjerë, tashmë ka paralajmëruar se do të rikthehet sërish. Po Gjesti në një postim në rrjetin e tij social e ka postuar që ka me lansu së shpejti një këngë ku titulli i këngës quhet Fuqishëm, ndoshta njëjtë si rikthimi i Gjestit. Krejt menzi kam prit me u rikthy Gjesti dhe krejt komentet që i kemi rreth Gjestit janë që e dojnë energjinë e Gjestit që ka pas në Big Brother, edhe krejt kanë mendu që ajo energji ka me ushu pas vdekjes së vllaut, po më vjen mirë që Gjesti prapë po e vazhdon jetën edhe po i bën sa necesare. Pritet lansoj edhe projekte të reja, po besoj, meqense se disa fotografi të cilat u shpërndan shpejt në internet, shihej se ishte në një studio bashkë me një personazh tashmë të njohur për publikun, sidomos kohët e fundit për shkak të pjesëmarrjes së Big Brother, siç është DJ Gimbo. Po, këta janë shok shumë atë, edhe na e kemi njoft veç Gjestin, po këtë vetë me hyrjen e DJ Gimbos në Big Brother, po mendoj që e ka marrë edhe kë një farë simpatie ndaj publikut, edhe kjo dyshe vë duket e fort, edhe janë të sjell projekte së bashku. Sa gjatë mund të mbahet kjo vëmendja që mirret prej formateve të tilla, sepse realisht DJ Gimbo është kryefjalë për mediat roze. Nuk e di nashta për DJ është pak ma ndryshe se sa për një këngëtar, se një këngëtar mund me bo ose me marrë vëmendje pak ma ndryshe se një DJ, po njëjtë e kemi DJ Dogzin edhe PM-in që janë konë ma herët edhe ata vazhdojnë me mbajt vëmendjen prej Big Brother, se lansojnë këngë, janë pjesë e klubeve ose vendeve ku ata bojnë muzikë, po mendoj që nashta që është krah Gjestit e ka edhe pak ma të lehtë me marrë vëmendje. E qartë. Do qëndrojmë edhe pak tek këngëtarët në fakt, Fjolla. Tani kalojmë tek një format tjetër, siç është Ferma VIP, aty ku përkrajen një banore po e merr shumë nga këngëtarët e Kosovës, bëhet fjalë për Moza Ahmeti, e cila po merr përkrajen para pak ditësh ka pas një dron nga Tajna, së fundmi nga Dafina Zeçiri. Kjo është fotografia që ka postuar Dafina, po më pas është nisë edhe një dronë, nëse nuk ka bëja. Po, me këtë njëjtën foto është nisë drone, edhe normalisht që Moza po i bën krejt për vete, jo veç VIP të tonë, edhe po përdor pjesë të këngëve që nashta nuk po den as me i shqiptu mirë ose nuk e din veç tekstin, po na vetë vetën tenton me bo diçka, edhe me atë po e krijon një